Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mbrëma, kudo që na ndisni të nderuar shikues, nesër kudo që ka shqiptar do të zbarkojnë në Prishtinë, edhe për protestuar, edhe për të festuar 18 vjetorin e pavarësisë së Kosovës, për të protestuar për një proces tërësisht të padrejtë, të vlerësuar kolektivisht thuajse nga gjithë shqiptarët kudo që ndodhen, nga prisit e institucioneve, të partive politike, nga elitat e ndryshme, janë bashkuar në një moment të rëndësishëm kur në gjyqin special në Hag dhe këtë javë përfundon gjithë maratona e një procesi të padrejtë të gjykimit të ish udhëheqësve të UÇK, zotit Thaçi, zotit Beseli, zotit Selimi, zotit Krasniqi, një proces që nuk zbardhi në asnjë moment në sytë e njerëzve ato që pretendon prokuroria, rrëfimin e saj, se UÇK ishte një ndërmarrje e përbashkët kriminale, se UÇK kishte për qëllim, sipas prokurorisë, një platformë të kontrollonte KD, dhe se pavarësia ishte rezultati i këtij qëllimi, siç thot prokuroria kriminale. Kishte arritur sipas prokurorisë, UÇK dhe vetë zoti Thaçi ti mashtronte amerikanët, CIA, gjithë ato strukturë shërbime inteligjente, me qëllimin e tij. Imagjino deri në këtë pikë ka arritur saqë edhe liderët në Kosovë, ata në pushtete në opozitë, patjetër se po, udhëheqësit e UÇK-s, veteranët e UÇK-s, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, gjithë infrastruktura e institucioneve atje, udhëheqësit po e cilësoj si një proces tepër të padrejtë, një proces që nuk përkon absolutisht me rrëfimin dhe përjetimin e shqiptarëve në përballjen e tyre me tiraninë dhe mizorinë e Miloševićit. Kanë ftuar ish komandantin e UÇK-s, veteranin e UÇK-s, ushtarakun e karrierës, zotin Nisen Gecaj. Gecaj, faleminderit për kohën. Faleminderit juve për ftesën. Nesër është një ditë e rëndësishme, duket e tillë atmosfera dhe klima një ditë para asaj. Shqiptarët po një nevojën që të mbrojnë kaq vite pas një kryengritje sublime që një qëllim kishte, lirinë dhe edhe shtetin. Për ju, çdo më thënie ka dita nesër. Është një ditë shumë fish, nuk do të thoja 2 fish, po shumë fish e rëndësishme për neve si kombë, si një shtet i ri, për shkak se në fakt kjo është një pasqyrë jona që her pas herë na mundson me pa se ku jemi në prapavijën e historisë apo në rrjedhën e historisë si kombë dhe si popull dhe si një shtet i ri. Dhe njëkohësisht ky kremtim i këtij përvjetorit pavarësisë dhe protestat e cila është organizuar, në fakt është ajo hallka që lidh ngushtë popullin me historinë e vet. Dhe nesër protestat që do të mbahet në shenjë të mbështetjes së atyre prisëve të luftës që janë në Hag, është një tregues i mirë i pozicionit tonë si popull i cili e ka dashur lirinë, është angazhuar për këtë liri, ka dhënë bitë vet më të mirë për këtë liri, tregon edhe më tutje një vazhdimsi të asaj lufte dhe sakrificës që kemi bërë, jo vetëm këtë luftë, sepse në sakrificat si kemi ndaluar asnjëherë dhe angazhimet tona për të drejtat tona dhe liritë tona, por lufta e UÇK-s ishte ajo që kulmoi me një rezultat, me një sukses të jashtëzakonshëm dhe për fat keq dikujt kjo edhe nuk i ka pëlqyer shumë, si duket shqiptarët e Kosovës kanë armiq të fortë përreth vetes dhe kjo është arsyeja pse sot i kemi në Hag pikërisht ata që sollën këtë vend deri te ky moment ku jemi sot, ku e gëzojmë një liri edhe unë e ti edhe fëmijët tanë, edhe presim që edhe pasardhësit tanë ta vazhdojnë të njëjtën gjë. Dhe është shumë e dhimbshme që në këtë përvjetor kur do duhet të ishin edhe ata bashkë me ne dhe të festojnë bashkë me ne pavarësinë të cilën ata i vënë ngurë themelët, ata nuk janë këtu në mesin tonë.
Mirë tani shtrohet çështja e drejtësisë, në të gjithë jemi për drejtësi, edhe ata vetë që janë mbrana atje kanë bërë një luftë për të sjellë një drejtësi dhe një korrektësi në raport me ligjet, cilat i kemi kriju vetë si shtet dhe si kombë. Mirë po shifet qartë që ajo lufta e ashpër, ai angazhimi i ashpër i armiqve nuk ka përfunduar ende, ka ende një tentativë jo ma me armë, por me forma tjera që ta dëmtoj procesin e ecjes përpara të shtetësisë të Kosovës. Dhe kjo mënyrë mas shumti arrihet t'i bëj dëm Kosovës duke i dënua ata që e kanë kriju Kosovën faktikisht dhe e kanë ngrit në këmbë. Do t'i Gecaj, e tha që ky proces gëzon me shumë armiqt, sidomos Serbinë, e Rusinë, që nesën këtë proces që nga 2013 me ishte senatorin Ndjerdik Marti, me ambasadorin rus Kosaçev në Këshill të Evropës me kauzën që UÇK kishte bërë trafikim organesh dhe kjo kishte lëkundur dhe vetë vlerat perëndimore, vetë vlerat mbi të cilat u bë shtet Kosova objektivisht. Dhe shumë kush në Kosovë në rrethonat e kohës u ndaj habitëm pse Kosova po e bënte këtë gjykatë të njanshme. Qënëse ende në këta muaj përkujtojmë mbi 400 masakra që kreu Serbia mbi Kosovë. Në Serbi sot, Drecun, një prej arkitekëve të i etabluar në regjimin edhe të Miloševićit, edhe po tash që është aty në komisione parlamentit e tjera, po që ne jemi të gëzuar që kemi arritur të bëjmë një punë të rëndësishme, që provat tona të merren parasysh në prokurorinë e Hagës, dhe gjithaj insistimi i madh i ynë më në fund po shihet që po jep rezultat për t'i parë këta udhëheqës si një ndërmarrje përbashkë kriminale UÇK-n si të tillë dhe edhe pavarësinë e Kosovës si një proces që u shpall, po nga zoti Thaçi dhe tjerët të shihet si një proces kriminal që ndihmoi perëndimi objektivisht të punë. Dhe si i tillë tek tash po shihet gati thuajse nga të gjithë shqiptarët kudo që jetojnë, më herët nuk është parë si i tillë. Pse mendoni që me vonesa po i lexojnë elitat politike shqiptare gjatë? Për fat të keq, duket qartë që elitat politike shqiptare në Kosovë nuk e kanë përvojën e duhur, as në politikë edhe as në aspektin e mbrojtjes dhe të sigurisë, dhe sidomos këtë dytën qalojnë shumë, dhe nuk e kuptojnë dhe nuk kanë sens për t'i kuptuar shumë herët rrjedhat e mundshme të një ngjarje që mund vinë si pasojë e një armiqësie të vjetër me Serbinë, edhe pse shpeshherë ka sinjale në kohë cilat mund të shihen që po ndodh diçka e tillë, por ajo mungesa e përvojës, ajo mungesa e një vizioni largpams për t'i paraprit një procesi dhe për t'i ndaluar disa gjëra negative për shtetin me kohë, sikur po mungon tek gjithë liderët. Ka njerë fitohet përshtypja sikur ata janë të lumtur dhe të kënaqur me pozicionin që kanë dhe nuk lodhen shumë për gjëra tjera, por nëse është kështu, atëherë është një kulturë shumë e keqe dhe e mrapsht që po na ndjek për shumë shekuj, jo vetëm. Se të shihet me vonesë secila situatë, reagohet me vonesë ndaj secilës situatë. Që edhe pala tjetër. Por Serbia sot insiston dhe inkurajohet që ajo është në rrugë të mbarë ta çojë deri në fund angazhimin për ta kriminalizuar gjithë rrëfimin për lirinë e Kosovës, rrjedhimisht edhe për shtetin e Kosovës. Nuk është rastit pse ne kemi ngel për një kohë gjatë të okupuar si popull prej popujve tjerë. Tash kjo ka kriju një farë strukturë përmrena vetë popullit tonë, një pjesë është shumë luftarake dhe liridashse, mirë po ka ende element prej të kalumës që i kanë dashur edhe ato sisteme të kalumës. Dhe mas miri këto e tregon vetë fakti që për dëshmu kundër këtyne
prizve të luftës së UÇK-s, ka një numër të madh të dëshmitarëve shqiptar, të cilë dosjet e tyre që i kanë përgatit kundër këtyre personave, e që nuk janë të mbuluar me argumente të fuqishme, i kanë futur bashkë me dosjet e shtetit serb. Dhe kjo flet shumë. Unë nuk muj kurse me kuptu si ka mundësi një shqiptar, një hujt vetë, një armiqësi të vetën që ka me dikan prej tyne, me pranu që bashkë me Serbët me dalë të njëjtin gjykatë me dëshmua edhe me argumentu në thojza po them një krim të një lideri i cili po ashtu luftën e ka bo edhe për këtë shqiptar. Nuk e ka bo vetëm për këta tjerë që e donë shtetin edhe vendin e vetë, po e ka bo edhe për këtë tjetërin. Kjo është e pakuptimt. Ndoshta kjo donë Vetë keni qenë në luftë. Po, kam Cili jo qenë. përjetimi juaj, kur i keni parë gjithë ato rrëfime, jo për Viqin, apo Mzatin, për ato se mu ma kishin një natin veç pse isha i bukur. Ata nuk ishin të bukur, unë vishesha mirë, etjera. Edhe investimi ka që madhe një proces të tillë miliarda nga Bashkimi Evropian, nga vendet financuese, me vitet tona, që përfundim po sjell, cili përjetimi juaj, po them Si përjetim është pak e vështirë dhe me u shpreh, sepse nuk ka fjalë të mjaftueshme me u shpreh për përjetim e ndjenjë që ka nin me këtë rast, sepse secili prej nesh që ka qenë në luftë, ka mund të jetë në vendin e Hashimit, në vendin e Jakupit, e tjetrit aty. Dhe tash ti kur e din që jetën tonë e ke vu përpara dhe çdo moment ke prit një plumb në ballë, edhe tash dikush për cilin ti ke mendu që po lufton, se nëse kemi bo luftën veç për vete. Na për me jetu mirë, si individ, kemi mujt me shku edhe na dikun jashtë me jetu dhe kishim jetu mirë, por kemi bo një luftë, kemi rreziku jetët tona, të familjeve tona, edhe të familjeve, sidomos ata që i kanë pri procese dhe luftës, sepse ata kanë fillu me një ilegale, me një kohë kur ka qenë tepër e rrezikshme. Dhe shembull për atë rrezik, maj miri në histori dhe maj fuqishmi dhe një shembull i cili nuk ka një krahasim tjetër është vetë familja Jashari. Shkoi një familje e tonë për lirinë e këtij populli. Dhe tash del dikush për disa kërkesa dhe interesa meskine, fare të pakuptimta që i përmen edhe ti, ma ka marrë Viqin, ma ka pas Sinati, unë kam qenë kështu, kjo... Ato që i kem parë, po them. Ato që i kem parë, sigurisht. Është e pamundshme, logjika e shnosh e kujt do qoftë ti kuptoj këto dëshmia dhe dëshmitar. Fare pa kuptim. Por me gjasë Serbia me dykëm përbuzin mbi lirinë. Sigurisht rrëfimin për liri. Sigurisht që po e përbuzin. Se cila familje që ka viktima meriton natyrisht drejtësi. Askush nuk e ka thënë që nuk meriton drejtësi, por një drejtësi të bazuar në fakte, jo në paragjykime, jo në thashëtheme, jo bashkë luftarët tuaj asnjëherë as në Kosovë, përsa kohë që ishte unë me Kombet e Bashkuara, EULEX, Tribunali Special, tash i gjykatës speciale, Tribunali i Hagës për Jugosllavi, përballë gjithë bashkëluftarët tuaj, ata ndaj cilëve organi akuzës ndrehi dyshime dhe asnjëri prej jush nuk i tha jo drejtësisë në asnjë moment, përkundrazi. Kishte me qenë e pakuptim me i thonë jo drejtësisë. Ke luftu për një drejtësi edhe ti tash po i thuaj jo drejtësisë, kjo s'ka kuptim. Edhe vetë kisha vepruar në njëjtën mënyrë. Kur do të qoftë që dikush kish me ngrit dyshime ndaj veprimeve të mia, ju kisha përgjigj drejtësisë, se du me besu në drejtësi. Mirë po, çështja është që në këtë rrugtim dhe hulumtim gjetjes drejtësisë, për fat keq, pala tjetër, ajo që akuzon, është shumë e ashpër, sepse këtu po gërshetohen edhe interesa edhe ndërkombëtare, të cilat janë të fuqishme dhe po kanë ndikim në
proces, për shkak se dihet shumë mirë që Serbia është aleate e fortë e Rusisë, aleate e ngushtë dhe është interes jetik edhe i Rusisë që këta persona me dalë fajtor edhe me dalë si grup kriminal i organizuar kundër të drejtave dhe lirive të njerëzit në fundit. Dhe sigurisht ky angazhim i Serbisë bashkë me këta dëshmitar shqiptar që ju kanë bashkuar këtij procesi në krahun e Serbisë, automatikisht edhe Rusisë kanë një motiv edhe më të madh prapa kësaj. Unë shumë më tepër i shoh si të manipulum dëshmitarët shqiptar, një pjesë të madhe të tyre, sepse nuk mund ta shoh ndryshe përveç se manipulim kur del dikush edhe pa u skuq fare flet për një veç. Ose pse ka qenë roje e pyllit edhe është dyshuar ta edhe ndoshta i ka marrë 2-3 shuplaka ku me ditë se çka. Dhe kur krahasohet kjo se çka pas kanë hjek ata prej këtij grupi në krahasim me fitoren e këtij kombi, me sakrificat që i kanë dhënë familje tjera, individ tjerë, e përmena rastin e familjes Jashari, po janë këtu edhe shumë familje tjera, është masakra e Mejës, është Qirezi, Likoshani. Mbi 400 masakra. Mbi 400 masakra dhe tash... Askush nuk është për të refuzuar Jo. një drejtësi meritore për këtë familje të viktima, por një drejtësi të pasuar. Unë e thash, unë do të shkoja vetë të përgjigjem. Mirë po aty duhet të ofrohen fakte, mos dalim qesharak, mos shkojmë aty veç sa për me plotësu një dosje dikujt edhe kaq. Për ta ushqyer recetën e Serbisë. Për ta ushqyer atë recetën. Pretendimin kriminal që ajo thotë se u ndërtu gjithë ndërtimi i lirisë dhe i shtetit të Kosovës. Mirë po të ketë aty fakte, të ketë argumente, edhe ato fakte argumente të shtrohen mirë, edhe argumentueshëm, të kapshme edhe për popullatën. Unë vetë për aq sa ku mujt me i përcjell këto raste që i kemi pa në televizor edhe ju edhe në qytetarët, mu kanë duk tepër banale dhe të pa argumentume. Asesi. Por, narratives propagandistike në fundit edhe mos dalshin ato të sakta, narratives propagandistike i kanë shërby shumë në dëm të Kosovës. Cila pjesë e rrëfimit të prokurorit, të prokurorisë të goditje emocionalisht, nëse mund ta them ashtu, zoti Gecaj, të lëkundi nga vendi, vetë zoti Rama e quajti kryeministri i Shqipërisë si djed ndërkombëtar, një prokuror kur tha se zoti Thaçi një djalë i ri, 27 vjet, 29 vjet në rrethonat. E kam qartë për cilën rast është fjala, po. Se edhe unë e kam kap atë moment edhe mu ka dok, po ajo ka qenë një sinjal i mirë për mu. Edhe ndoshta edhe për zotin Thaçi, Krasniqi, gjithë tjerë që janë aty, se me këto prokurira tregoj që nuk ka fakte më të fuqishme dhe argumentuese për ti akuzua ata dhe dul me një deklarat shumë naive të i thonë që zoti Thaçi i ka mashtru këta. Amerikan, CIA. Nuk mundet, as nuk ka mujt në atë kohë as zoti Thaçi, as unë, as kërkush me mashtru dikan prej ndërkombëtarëve, cilë kanë pas një përvojë para nesh për këtë lloj revolte që kishin në atë kohë dhe për organizimin kundër Serbisë në atë luftë, ka qenë pamundur me bë lojna të tilla me ta. Si reaguat kur e ndëgjua të deklaratat? Isha shumë i befasuar. Po njëkohësisht përkundër faktit që në moment u duk si një farë hutije dhe konfuzionit çka është i thonë ky njeri kështu, menjëherë merr një farë shprese me kuptu që këta prokuror në fakt nuk pas kanë fakte. Dhe në mungesë të fakteve tash mundohen me u kap kudo qoftë. Me godit ideologji, platformën e UÇK-s. Thjesht me godit ideologjinë dhe platformën me çdo mjet që kanë, qofshin ato edhe qesharake. Gjë që është qesharake kjo. Sepse njerëz me përvojë, njerëz cilët udhëheqin ushtrit më të fuqishme në botë, koalicionet më të fuqishme në botë,
Dhe pas kanë rënë në nivel sa Hashim Thaçi me i mashtrua, ata kjo është Ju keni për qenë ti normale. vetë Unë kam qenë, vetë në luftë, po, një pas gazërë në këndara knip. Që prokurori thot, u që kë prisë të saj, kishin për qëllim të ushtonin kontrol total. Nuk e kishin qëllim rrëdhimesh lirin, po kontrollin mbi tjerët. a ka Çfarë mund t'i logjikë? thuash gjithë shqiptarëve për ballin me atë tirani, sepse prokurori ishte në formulimin e tij duke i brengosur pse UÇK i kishte kthyer pushkën edhe atyre stacione policore, asaj makinerie ushtarake që po shkaktonte mizori të shqiptarët. Po, unë e thash edhe më herë që prapa kësaj qëndrojnë fuqi të mëdha botnore. Nuk është thjesht kjo një gjykatë që dikush e ka thirr për me quë realisht drejtësi në vend. Po, Me një sinqeritet edhe me një qasje profesionale, po thjesht është e dizajnume si pas kërkesa dikuj që ka një fuqi prapa veti. Dhe e gjitha kjo atëherë e vënë në tërësni edhe prokurorin, sepse prokuroria i ka borç atina, që i ka stimulu këta dhe i ka ngrit këta për me bëhet gjykatë, dhe duhet me kriju çfarë do akuze, qoftë edhe të rrajshme, vetëm që këta dalin fajtor dhe UÇK-ja të shihet si një organizatë e tërësishme terroriste, faktikisht, sepse me pak fjalë për rritimin tuaj në luftë, Gecaj. Në luftë po lidhen edhe një herë të kjo mashtrimi i Thaçit edhe i ndërkombëtare. Ka qenë e pamundshme. Pse ka qenë e pamundshme? Unë edhe më herët në emisionet tuaja e kam përmend kontaktet e mia me gazetarë të huajt prej SBA-s, prej Britanisë të Madhe, Francës, Gjermanisë. Ka pas prej gjitha anëve, po në mesin e tyre nuk kanë qenë krejt vetëm gazetarë. Ka pas edhe hulumtues të ndryshëm që kanë punu për shërbimet e tyre thjesht dhe kanë dashur me pas situatën reale, dhe ata në vazhdimsi që nga ofrimi i grupeve të para ilegale që kanë qenë guerilës, ata e kanë pas një farë informacione se në çfarë drejtimi po shkon UÇK-ja dhe si po zhvillohet. Kështu që bjen poshtë ajo teoria që Hashim Thaçi ose kushdo qoftë ka mujt me i mashtrua kënda qoftë prej akterëve të rëndësishëm ndërkombëtar. Dhe pikrisht këtu po them është ajo shpresa për mua që më jep me kuptu që kjo prokurori është në një tërësni të madhe në mes atij që është pronar i prokurorisë dhe të vërtetës, sepse të vërtetën Do thonë qëllimshëm sipas jush, po e çon procesin drejt një dështimi, drejt një bankroti të turpshëm, nëse më ta them. unë besoj që aty do dalë të një bankrot i turpshëm, sepse tentativat e prokurorisë janë me çdo kusht me u dënu këta me një dënim sa më të ashpër. Në tjetër anë shihet që nuk ka fakte dhe argumente për të ardhur deri tek një plotësim i vullnetit prokurorisë, sepse faktet po flasin ndryshe, gjanat po flasin ndryshe. Në rregull, për mua këto gjana as nuk vjen dyshim se jam pjesë e asoj lufte dhe di si ka shku. Rrëfimi për luftën dhe rrëfimi i prokurorisë është si nata me ditë. Dhe rrëfimi edhe i përjetimit kolektiv të shqiptarëve të Kosovës. Është si nata me ditë. Prokuroria përfason një rrëfim thuajse të përjetuar, të inxhinieruar nga pala tjetër, ajo që bëri krime thuajse, dhe përjetimi kolektiv i shqiptarëve është që u përballen me tiranin e shfrenuar mizorët Miloševićit, u detyruan në fund nga zorët i kapin armë për ta mbrojtur lirinë, për ta mbrojtur pragun e shtëpisë. Është e vështirë ndoshta për dikën që se ka përjetu luftën, kush edhe me kuptu shpjegimet tona kur flasim për luftën, sepse është tjetër vetëm ta dëgjosh, e tjetër është edhe ta përjetosh. Mirë po, unë sot befasohna kur flitet për krimet e ndokujt nga ana e UÇK-s kundër dikujt tjetër, qoftë kundër civilëve serb ose shqiptar. Më duket sikur një farë farse
përgatitne me një papjekuni të jashtëzakonshme për faktin që nas kemi pas kohë që thojnë popullorë që me marë frymë prej sulmeve të vazhdueshme serbe, prej problemeve tona të brendshme organizative, sepse është dashna me u marrë me ngritjen e asaj ushtrie, me organizimin, me Vullnetare, po. shpërndarjen, ka qenë ushtri vullnetare, përgatitje ushtarëve, stërvitje atyne, mbështetja logjistike që ka qenë një sfidë e jashtëzakonshme edhe po e shohim edhe sot ta zonë luftën në Ukrainë me Rusinë, Ukraina një shtet i cili ka qenë gjithmonë fuqi në Evropë, edhe fuqi bërthamore dikur ka qenë dhe ka probleme logjistike, ka probleme vetë Rusia me probleme logjistike, e lërë ma një UÇK e cila për herë të parë 99% e atyne burrave dhe vajzave që ishin luftë kishin kap një pushkë në dorë. Dhe tash merrem me mend dikush që me një zero përvojë në aspektin ushtarak, të ketë pas kohë të merret edhe me gjëra tjera për të cilat sot akuzohet UÇK-ja. Nuk duket e lehtë për ju, zoti Gecaj. As pak nuk është kjo e lehtë, sepse ju tunton ju lekun base nga veni me nga të gjitha trafimin e idealit për lirinë e këtij vendi. Shiqoni edhe në jetën e përditshme, kur dikush ju akuzon për diçka që se keni bën, nuk njihni mirë, për diçka fare më të lehtë, se le ma për një luftë në për cilën ti ke kalu, dhe shpesh herë ke qenë shpirtnisht i thymë, kur nuk e pas fuqi civilëve atje me ju dalë në ndihmë, qoftë për ushqim, qoftë për akomodim, qoftë me mbrojt për banda kriminale serbe. Dhe veç ajo vujtje shpirtnore, për lamë rrezikun, se në rrezik jemi fut, dhe kem ditë se cili prej nesh që mund të mos dalim gjallë prej luftë. Realisht kishit kontratë me vdekjen, ajo çështje. Pikërisht. Mirë po, ajo ndjesia shpirtnore, ajo dhimbta shpirtnore për të tjerët, për popullin, për gratë, për fëmijët, pafuqishëm, pleqët, që ka pas raste që edhe kanë merr dikon gjatë rrugës, nikje prej forcave serbe, për neve ka qenë një katrahur, edhe një goditje e rënë, një dhimbje e jashtëzakonshme, sepse ishim në hall të konsolidimit vetvetes, të krijimit një ushtrie të mirëfillt, të fuqishme që t'i kundërvihet armikut. Dhe kur njëherë nuk kemi prit ason, as të tjerë, që pas lufte dikush gjen aq forcë edhe aq shumë paftyrsi edhe del na shan edhe na akuzon neve për krime lufte. Kjo është diçka që asnjë prej nesh se ka prit, është e dhimbshme, është një farë lëndimi shpirtnor për zdyti prej asaj që kemi përjetu në luftë, dhe kur them për zdyti është në kushte dhe rrethana ku nashta na do duaj me u ndjek krejtësisht ndryshe, edhe me u trajtu krejtësisht ndryshe edhe prej vetë këtyne njerëzve që dalin tash në ekranet televizive atje në favor të armikut tonë të edhe sotshëm, aktual, sepse me Serbinë si kemi përfundu ende hesapet, ende kemi punë me ta. Për ata ushtria shqiptare e Kosovës... Je shokuar, po duket të shokuar. Po sigurisht. Të gjithat rrëfimin e përballjes me atjerani juve bashkëtarëve tuaj, që nuk ishte lehtë, dhe dhimbja për njerëz, për pleqt, gratë, civilët, dhe cilë me shumë dëshirë do të gjindeshit afër, por... Para pak dite u takova me një prej bashkëluftëtarëve të mi, për shokëve të mi që kemi qenë luftë bashkë, një ish ushtarak Kellaj, i Bllacës, ka pasur në Drenicë. Edhe më kujtu një rast me të, derisa ishim mal, një civil, një djalë i ri që kishmet në tenda, atje të improvizume në mal me familjen e vetë, a i çdo ditë na sjell ke ushqimin
në pozicion ku ishim ne. Mirë po një ditë nuk mujta me hangër. E ndërpreva. Ushqimin, po. Ushqimin se mora. Megjithëse ushqeshim vetëm një herë në ditje, po atë ditë nuk e mora atë ushqim. Pse? Sepse njëa një dhimbje shpirtërore thash si ka mundësi ky njeri e ka da ushqimin e fëmijëve të vet, edhe e ka sjell këtu për ne. Edhe im largu. Një prej shokëve aty më pyeti, çka boj sen pse s'po han, thash jo, nuk po më, po nuk ish se nuk më hajke mu buka se s'kisha hangër 24 orë. Po ish ajo ndjesia qysh ka mundësi që dikush e don kafshatën e bukës, me të mbështet ty, me të përkrah ty, me të mbajt ty, në ato kushte, në ato rrethana. Dhe shpesh herë këto situata tashmas lufte për neve janë shqetësuese. Tepër të padrejta. Shumë. Jo mirënjohësi, jo. I njëjti person që neve na ka ndihmu shumë, faktikisht mas lufte edhe babën e ka pas përmi 70 vjetë në luftë, pjesë e luftës ka qenë baba i tij. Po. Luftar, i ardhur prej Slovenije, pensioner, i kyçur në luftë. Mas lufte ai vdiq, po ky kur nuk ka gjetë një vend pune. Imagjino, për 26 vite të lirisë, është i papunë. Kur nuk ka gjetë një vend pune, është i papunë. Ai që e ka mbështet luftën. Po tash kur të bësh këtë krahasim, sakrificën e këtij djali, po edhe shumë tjerë kanë pas si ky. Sakt. Dhe sjelljet e këtyre dëshmitarëve s'mundesh me mendu e qetë edhe racional. Lëkundesh nga vendi, Sigurisht që lëkundesh. trazosh, shpirtërisht. Ky e ka nda ushqimin e vet, edhe të fëmijëve të vet për neve, ky del e akuzon dikën pse ja kanë prej një viç. Çka me thonë kësaj pune? Ose ja ka dhoni shuplak dikujt, ose ja ka menuar një të keqe. As se ka kry, po ja pas ka menu. Dhe këto janë momente të rana, tash secili prej nesh duhet me kuptue, edhe familjet e këtyne që janë në Hagë atje, duhet me pas mirë kuptim edhe për ta, me i kursy spaku prej disa fjalëve të rana që shpesher din me ja u thonë, ajo pikrisht ajo pjesa tjetër, ajo pala tjetër që ndoshta të kalumen kanë pas një relacion shumë të afërt me pushtetin okupues. Dhe tash, kjo liri që e kemi sjell, edhe kemi qitë në tavolinë për gjithë, keq përdoret nga ata. Kurse ky që ka kontribue, edhe e ka mbështet edhe u që ky sot nuk i gëzon privilegjet që i gëzojnë qëta ish Një strukturë në base pushtetit. lojale e pushtetit të kohës dhe gjitha shumica dëshmive janë organizuar, menaxhuar, administruar nga Vukčević, nga prokuroria e Serbisë. Kjo është mërshme. Është Vukčević, është Milovan Drecun, ka qenë edhe Lazanski, një prej atyne kontributorëve. Mirë po këti grupi pastaj ju kanë bashkangjitë edhe disa shqiptarë prej Kosovës, cilë pak a shumë disa veç dijen edhe publikisht. Dhe ka ende tjerë që nuk kanë dalë. E ushqen po vlidur me narrativen e përplasit, por me narrativen e narrativen shqiptarëve. e ushqen çdo ditë, e ndihmojnë çdo ditë përmes rrjeteve sociale, përmes komunikimeve drejt për drejta me njëri tjetrin, po dalin edhe përgjimet në disa raste, se në disa raste po kapen. E kemi rastin Blaca, i cili mo tash dihet publikisht, që ka qenë lidhje me shumë me këta dëshmitar që janë në Hagë kundër UÇK-s, dhe i cili haptas deklaron edhe ka pranuar në një farë forme që ka qenë bashkëpunëtor në ngushti i Serbisë.
Po, e ka pranuar Ja, e ka publikisht. pranu, mirë po ki edhe të tjerë që se kanë pranu deri vonë, po svoni disa kaferizaj atje u kapën. Adem Saliaj është ai që Adem Saliaj një për njerëzve më aktiv, ishi burgosur në drejtim, anë tjetër politik dhe po, duke që narracioni i tij ka rënë tek një rivalitet politik, nëse mund ta them ashtu. këto egot dhe inatët politike ka njëherë për fat keq, po gjejnë në vend të disa njerëz që s'kan kontroll mbi vetë vetën mas pari, që nështë ka nevoj për një trajtim mjekësor dikun. Dhe për fat keq, shoqënia jo një pjesë nuk e kupton nivelin ku janë ata dhe pse veprojnë këtë mënyrë. Edhe i mbështetet asaj narrative, i beson asaj që ka e thot ai person, dihet mirë Adem Saliaj me atë pllacën që e përmenëm, kontaktet e tyne, bashkëpunimet e tyne. Qysh mund është tash me shkput Adem Salihajn Nga Nazim Blaca. nga Nazim Blaca. Jo, se Nazim Blaca po thojmë e ka pranu që është bashkëpunëtor i Serbisë. Adem Salihaj pas ka bashkëpunu me ta, ku po na del kjo punë. Gjanat janë qarta. Këtu i mbetet vetëm organeve të sigurisë me punu pak ma tepër. ta mbrojnë arkitekturën, thelbin, basamentin e lirisë të shtetit. Nuk mujnë njerëz cilë dikur kanë bo një luftë, sot janë civil, zakonshëm, thjesht, siguronë në këtë rast me luftua këto dukuri. Ne kemi kriju shtetin, kemi bo institucionet. Institucionet duhet tjenë ato që e kryjnë punën. Mirë po na muj me ndihmu shumë. Qysh muj me ndihmu? Të mbështet këto institucionet tonat. Duke i mbështet sinqerisht, duke mos u bë presion për të keq, Sakt. po për mirë, të stimulu ato, të eduku edhe fëmijët tanë për luftën e drejtë UÇK-s. Dhe jo duke i lanë fëmijët tanë me ra në ndikimin e kujdo qoftë atje që ka qëllime krejt tjera e që për fat keq në këto vitet e fundit kanë marrë për masa. Po, e fundit, zoti Gecaj, nesër është kjo protestë, edhe fest, objektivisht në 18 vjetorin e pavarësisë, do të ngrehen kudo në këmbë kudo që ka shqiptar, është paralajmëruar edhe nga organizatorët e Liria Kamër se do të zbarkojnë, sipas tyre pritjet janë mbi 200.000 shqiptar kudo që janë. Cili mesazhi juaj për fund në prag të kësaj proteste? Në fillim, unë e thash që ky popull në tënësi është liridashës, e ka dashtë lirinë, e donë venin e vetë, e donë kombin e vetë, ndonë se trishtia më e madhe e këtyne tjerëve që nuk e donë, duket ka njëherë sikur populli nuk është shumë interesum, po jo, populli është interesum, dhe kjo është një rast dhe një moment që do ta dëshmoj, edhe në praktik. Mund vje mirë që në Republikën e Shqipërisë dhe në kuvendin e saj u miratu një rezolut në mbështetje të kësaj proteste, po ashtu gjeti një mbështetje të jashtëzakonshme edhe mbrana lidershipit politik në Kosovë këtu në përgjithësi, liderëve politik në veçanti shumicës, ndonë se do të duhet të ishin jo të shumicës, po 100%, për jashto listën sërbe, cila edhe ashtu është deklaruar kundër shtetit dhe Republikës të Kosovës, tjerët është dashur 100% ta mbështesin këtë protestë dhe të tregojnë që interesat politike në raport me interesin e kombit duhet të lehen anash. Prandaj shfrytëzoj rastin që kushdo që e sheh këtë emision ta kuptoj që dalja në protestë nuk është dalje vetëm për ata që janë në Hagë atje, po është dalje për forcimin e Republikës të Kosovës, shtetit të Kosovës, forcimin e themeleve të këtij vendi si një shtet i ri demokratik i cili me shumë gjak e sakrificë erdhi deri këtu dhe të kuptohet që ky shtet është pronë e gjithë neve që jetojmë këtu. Prandaj për pronën tonë duhet të angazhohemi të gjithë. Edhe sikur të ishin vrarë krejt 10, 12.000, 13.000 ushtarë të UÇK-s,
nuk ish bo namin kuptimin individual. Por tani, kur jemi në këtë moment edhe në këtë situatë çfarë jemi sot, është tepër e rëndësishme të dërgohet mesazh që secili prej nesh është i vlefshëm për këtë vend, sepse secili prej nesh është pjesë e secilit shqiptar që sot e gëzon këtë liri. Gecaj, të falenderoj për kohën. Faleminderit juve. Lutem. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.